Data 27 mars shënon ditën botërore të teatrit prej vitit 1962, ndërkohë në 27 nëntor të vitit 1962, në 50 vjetorin e pavarësisë sonë kombëtare, u krijua Teatri Profesionist i Vlorës, i cili këtë vit mbush 63 vite, ndërsa fillimet e teatrit në Vlorë janë dhe më herët. Në 29 janar 1909 është shënuar si data e shfaqjes së parë teatrale në qytetin e Vlorës, ndërkohë që trupa e Teatrit Profesionist të Vlorës pas krijimit ka dalë me shfaqjen e parë të saj, Fundosja e Skuadrës, në dhjetor të vitit 1962, me regjisor Kujtim Spajvogli dhe dekor Shaban Hysa. Duke bërë në skeng të tragjedit Aleksandr Kornjetsuku, Teatri Profesionist i Vlorës bëri hapin e parë, teksa shënoi njëkohësisht dhe suksesin e parë. Emrat e parë të trupës së teatrit janë Vangjel Panozaci, Liza Laska, Astrid Hasho, Piro Sava, Myqeren Fera, Basilaq Godo, Ali Roshi, Vasil Qesari, Dudi Hasho e të tjerë emra. Në vitet në vijim, Teatri Vlorës fitoi përvojën dhe respektin e spektatorëve. Ushtua me emra të rinj të merituar si Albert Veria, Adem Gjyzeli, Resmie Ruci, Agim Shuke, Bujar Asqeriu, Hatice Bendo, Jorgaj Tushe dhe Afrodita Tushe, Astrit Mamaj, Vladimira Bilaliaj, Artan Islami e të tjerë. Në këtë ditë sot, aktorët përfaqësues të brezave Artan Islami dhe Jorgaj Tushe kërkojnë vëmendjen e spektatorit vlonjat. Urime një gjithë kolegëve për këtë ditë botërore të teatrit, por ajo që doja të shtoja dhe doja të theksoja është që populli po largohet nga teatri. Dhe kjo domethënë është një fatkeqësi shumë e madhe për shoqërinë shqiptare. Doja ta theksoja këtë sepse është shumë e rëndësishme që spektatorit të jetë, populli të jetë në teatr për mesazhet që sjell teatri, për vlerat që jep teatri, për ato që neve dim shumë mirë që rinia duke qenë pranë teatrit largohet nga rruga. Dhe ajo dhimbja që kemi neve për largimin e spektatorit është shikojmë që kjo shoqëri ka mangësira të mëdha. Do t'i bëj thirrje që në këtë ditë pa dashur të fyej askënd, do të dëshiroja që njerëzit dhe shoqëria shqiptare të vinë sa më shumë pranë teatrit. E them këtë dhe ma shkas sepse ndihet në përgjithësi në rrethe, ndihet një largim i tillë. Kjo jo për shkak të largimit të popullatës, por për shkak të largimit të njerëzve nga institucioni i teatrit. Teksin që do të bija dhe kisha më tepër që tek pedagogët e shkollave të mesme, pedagogët e shkollave të nëntëvjeçare, të cilët duhet të jenë promotorët e parë të sjelljes fëmijëve dhe vetë prezencës së tyre në teatr. Me shumë pak kokra, mund të them nga mësuesit e letërsisë, të cilët vinë dhe shikojnë një shfaqje teatri. Mos ta harrojmë që një shfaqje teatri është, nëse nuk do të ulesh të lexosh një libër dhe do të haj 2 ditë kohë për të lexuar një libër, me 1-2 orë në teatr ti ke lexuar një libër. Dhe kjo është në një farë mënyrë është një thirrje që i bëj që të gjithë njerëzve që të vinë pranë këtij teatri, sepse është një institucion i tërë që punon jo për neve, por transmetojmë diçka, domethënë në sensin që i japim një lloj emocioni, i japim një mesazh të caktuar për të gjithë komunitetin. Në radhë parë do uroj gjithë kolegët për të ditë ndërkombëtare për teatrit, ju uroj suksese. Për problemin e spektatorit, siç e ngriti e kolegu, ka shumë të drejtë, ato që ndrojnë të gjitha, që tha, po unë do ta vë theksin tek ne, tek teatri, tek aktorët. Ne duhet të krojmë më shumë nga vetja, se shoqëria, pavarësisht të gjitha problemeve që përmendi kolegu, është e vërtet ja larguar për këtë arsye, për arsye plot, po unë e shikoj problemin tek vetja jonë. Ne çfarë bëjmë që ta sjellim aktorin, atë spektatorin në teatr. Ne duhet të bëjmë më tepër, duhet të jemi më cilësor, duhet të jemi më këmbgulës, që në zgjedhjen e veprës, që në mesazhet që përcjellim, se nuk jemi koherent. Është mendimi im ky. Edhe ky është problemi më i madh që ka teatri në lidhje me spektatorin. Ne duhet të punojmë më tepër, të përgatitemi më tepër, të gjejmë mesazhet që i shkojnë spektatorit të sotëm, se spektatori ka evoluar, po duhet të evoluojmë dhe ne si aktor në bazë të spektatorit. Do të thënë, të evoluojmë ne që ta thrasim spektator ta bjen në nivelin tonë. Këtë nuk bëjmë ne.
Ky është problemi që ka teatri sot. Teatri dramatik i Petro Marcos vijon të shfaq suksesshëm pjesë të ndryshme, komedi apo drama të autorëve vendas dhe të huaj, si një dëshmi e cilësisë së lartë artistike të mbar trupës nga aktor, regjisor, skenograf dhe formulues muzike. Ndërkohë, djem të vezullues është komedia amerikanit Neil Simon, shfaqja e bën në skenë së fundmi me regji të Roland Mingës në interpretimin e Artan Islamit, Astrid Hasanit, Alba Shtëmbarit dhe Matilda Avdulit, me skenografi të Drini Sheut dhe muzik të Artur Dhamos. Një komedi e cila ka tërhequr jo pak interesin e spektatorit vlonjat.